cili është mendimi për ambasadore? Po, unë mendoj që jo nuk do të gjykojmë në vetëm me atë që shikojmë, por ndoshta darda ka bishtin brapa, duhet të shikojmë pas asaj çfarë do ndodh. Dëgjoj. Jo me mua bisedën, kështu se jemi në lidhje direkte dhe do na gjykojë opinioni publik pasi ta dëgjojë. Unë këtë mendim kam. Unë mendoj që diplomacia përtej asaj që duket. Ndoshta gaboj. Unë mendoj atë tjetër që diplomacia, shfaqje diplomatike janë shfaqje qëndrimesh politike. Pik, shkurt, saktë dhe qartë. Mendimi respektohet. Avokat, po në datë 28 çfarë do ndodhë? Do hiqet mandati apo jo? Si do votojë Partia Socialiste? Nuk e di çfarë urdhër kanë marrë çfarë leje kanë marrë ose urdhër nga zonja Nancy Van Horn. Se di. Tani unë mua më shpërmbysur komplet situata e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shqipëri me veprimin e djeshëm të asaj ambasadores. Pra, ose ajo e ngarkuara me punë se ç'është ambasadore, ose ajo të largohet pra të gaf që ka bërë, se mund ta ketë bërë nga nuk e di nga çfarë arsye, nga çfarë interesash, ose na ka shitur Amerika. Dy të vërteta s'ka. O me Edi Ramën o kundër Ramës Amerika. Të pozicionohet zotëri. Gjithsesi, në të ardhmen e afërt nuk besoj se do ketë ndonjë ndikim shumë të madh kjo gjë. Jo, ajo ndikimin e ka tek neve, se ndikim ka në Amerikë nuk e di. Në raportet mes nesh e kanë fjalën. Sepse Partia Socialiste ka 83 mandate, avokat. Ju e dini që për të folur për një krizë, do të flasim për krizën. Ka vjedhur 83 mandate, zotëri. Jemi vetëmi vend në botë që votojnë në Vlorë e letrat numërojnë Tiranë. Votojnë në Konispol e të presën sa të vinë Tiranë. Votojnë në Tropoj dhe pasaj vinë Tiranë. Dhe gjatë rrugës kuptojnë se çfarë bëhet. E kuptojnë, jemi vetëmi vend në botë që e bëjmë këtë gjë. Nuk i numërojnë votat atë ku bëhet votimi, si që për Kosova. Pra, deri tani s'ka se gjë Amerika për këto gjëra. Deri tani s'ka se shprehur ambasada amerikane për këtë veprim antidemokratik dhe kryesisht hajdut të votave të qytetarëve. Ndaj themu që është kryeministri juaj ai dhe jo imi, se është me vota të vjedhura. Nga spaku avokat prisni diçka nga drejtësia e re? Sepse drejtuesi i ri besoj duhet ta tregoj veten që në fillim, që në start, nëse ka ndërmend me diçka. Unë nuk pres, po do ta shohim. Gjë të mirë nuk pres nga ai, se ai ishte prokurori që shpiku një nen inexistent në kodin penal shqiptar, nen i quajtur falsifikim intelektual. Ky intelektual i madh, familje thellësisht komuniste, se është nipja i biri, nuk e di çka ka Spartak Braun që boshatisi arshivën e tatimeve para sa vjetësh me çantë të zezë Babataku, ky është nga ajo familje, këta janë komunistë zotëri. Dhe unë nuk pres gjë nga komunistët. Unë nga komunistët pres gjithmonë tradhti dhe goditje. Po mbreta Partia Socialiste prisin që të ketë ndonjë shpërthim? Do ta dëshiroja shumë një gjë të tillë, sepse do shpëtonte Shqipëria. Dhe do shpresoj, po ai i pastroi Partinë Socialiste nga socialistët e vërtet idealistë. Se kishte atë njerëz të shkëlqyer, jo s'kishte. Por ai kujdes i pastroi të tërë dhe ka mbajtur edhe vetes një grup banditësh, hajdutësh, gangsterësh të pafytyrë që e mbajnë atë në krye. Kjo është situata në Shqipëri. Kjo është piramida që ka ngritur Edi Rama. Si ju kam pyetur ndonjëherë për Ahmetin, avokat, keni ndonjë koment për të apo jo? Ahmet ai thot ato që interesojnë për momentin, por Ahmet ai akoma nuk i ka thënë gjërat që duhet thotë. Ajo nuk është e gjitha e vërtet ajo që thot ai. Është një pjesë. Absolutisht, por në shumë gjëra është bashkëfajtor ai me Edi Ramën. Është bashkëfajtor në shumë veprime. Dhe kuptohet që do shkojë deri atje ku nuk i cënohet interesi i tij. Në momentin dhe në ngjarje që ai është bashkëfajtor, kuptohet që nuk do dalë ai që është. Me që jemi këtu avokat 15 dhjetori 20 janarit. Urdhëroni. Ku i kemi shokët e ambasadës amerikane për 21 janarin? Pse nuk e detyrojnë spakun që e kanë krijuar vetë?
se tani o e kanë bërë ata spaku dhe komandojnë ata, ose na kanë mbastruar të tërë. Zotëri, spaku duhet që për 21 janarin të marrë të arrestuar Sali Berishën, se që kryeministët e kanë urdhër që janë ekzekutuar 4 veta, ka bërë krim shtetëror. E akuzoj unë. Po se bëjnë të, po e i vinë e përkëdhelin Sali Berishën, përkëdhelin Edi Ramën, çfarë interesash kanë ata një, ta dim? Janë për të mbrojtur interesat e popullit dhe shtetit shqiptar, apo interesat e atij Kushneri që bate bëri marrëveshjen për të marrë Sazanin? Të na thonë kryetari i Shpresës Demokrate, të lutem, të na thonë kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, zoti Piliçi, të dalë dhe të prononcojë dhe të thotë çfarë do bëhet me 21 janarin, ishte apo si ishte vrasje e pastër, kush e urdhëroi dhe kush e realizoi, këto të na thonë, se për këto, por nuk pranojnë këta, as pyetje, as përgjigje, thjesht dalën edhe flasën vetë, edhe thonë ato që thonë ai mirëpafshim, merret Mirqena ti, merret të Mirqena këto që them unë. Jo zotëri, si marr Mirqena se kam ca pyetje për të t'i bërë, të cilat duan përgjigje. Dhe të na japin përgjigje, në dash zonja Nensi, në dash zoti Piliçi. Kush do të dalë?